Sikurse, ju thamë dhe pak më parë, tema e cila do të vi tani do të jetë një këshillim i plot dhe mos i vlefshëm për të gjithë ju. E dim që rritja e temperaturave na shfaq përballë shumë problematikave, por edhe problemet kardiologjike duhet të kenë një vëmendje maksimale nga ana juaj. Për këtë arsye ne kemi dashur sot t'ju këshillojmë e t'ju japim pse jo një udhëzim të vlefshëm për të kujdesur, meqense zyrtarisht në muajin korrik në ngritjen maksimale të temperaturave. Për të arsye në studio është mjeku kardiolog në Spitalin Ushtarak, zoti Muhamet Kondi. Mirë se vjen, doktor, e kënaqësi që jemi ne sot në studio. Faleminderit. Besoj do t'japim këshilla të vlefshme për të gjithë ata të cilët natyrisht vuajnë nga sëmundjet kardiologjike, por edhe ata të cilët duan t'i paraprinë në fakt këtyre sëmundjeve. Le të themi që është një problematikë e cila shfaqet më tepër në këtë periudhë tek njerëzit. Po është temperatura e lartë, ka mekanizmat se si trupi reagon për të kundërbalancuar veprimin e dëmshëm të temperaturës lartë, dhe kur këto mekanizma që i kundërvihen fillojnë e qedojnë, atëherë trupi ndodhet përballë problemeve që krijojnë sëmundje. Tani kur mund të ndodhin këta? Kuptohet, të moshët e vjetër që mekanizmat i kanë të dëmtuara, ndodhin këto probleme më tepër në raport me të rinjt, më kupton? Sigurisht. Ashtu. Tek njerëzit që janë të smur, sigurisht që kanë probleme, jo me tension, jo probleme me zemrën, probleme të tjera, ndodhin edhe më tepër. Kështu që në këtë situatë, në periudhën e verës, është e rëndësishme shumë që sidomos njerëzit e moshuar dhe veçanërisht ata që janë të smur, të kenë parasysh që dielli është e vë trupin e njeriut në një situatë rrezikshme, sidomos kur abuzohet. Në lidhje me këtë nuk ka rëndësi mosha sa vjeç je, në fakt do konsultohesha edhe paraprakisht me doktorin për të kuptuar në fakt se cilat janë problematika më theksuara, e po më vinte në parë që sëmundja e diellit, e temperaturave të larta, kur të kalohen në trupin ton, mund të na kanosë rreziqe vërtet serioze, edhe nëse jemi 18 vjeç apo 15 vjeç, nuk ka rëndësi. Le të shpjegojmë pak më shumë në lidhje me këtë fenomen. Çfarë ndodh dhe çfarë është konkretisht, doktor? Po, kjo është goditja nga dielli. Është një fenomen që ndodh relativisht jo rrallë. Ndodh shpesh, mund të themi, gjatë kësaj periudhe. Ndodh, sidomos në temperaturat larta. Dhe ka të bëjë me atë që limiti i temperaturës së trupit brenda kalon për te i caqeve të lejushme. Sepse trupi njeriut ka një kufi me të cilën ndodhin proceset jetësore, metabolizmi, enzimat, shkëmbimet, natyra biokimike, problemeve që ndodhin në gjak, ka një limit temperaturës. Kur këto kalojnë këtë limit, atëre krijohen probleme serioze në njerë. Tipikisht është goditja nga dielli. Çfarë është në fundit? Goditja nga dielli është të marrësh energji nga jashtë, siç është dielli, më tepër se ç'duhet. Kjo mund më tepër se ç'mundi përballoj fizikun apo jo. Atëherë në trup ngrihet shumë tensioni, më tepër se ç'duhet, ashtu temperatura dhe kjo ndërhyn krijon probleme me metabolizmin, me mirë funksionimin e trupit. Bjet fikët, ulet tensioni, rritet të pulsi, mbushet me djerë si smuri dhe kjo mund ndodhi, sidomos ndodh të tëra moshat. Ndodh tek të moshuarit, ndodh tek më tepër dhe është e rrezikshme, kuptohet, tek të moshuarit e ata që janë smur me zemër e tjerë, por kjo nuk do të thotë që nuk do të të rinj. Prandaj duhet shumë kujdes, sidomos temperaturat e larta. Në verën që po vjen, jemi të kujdesshëm. Parashikojmë që do të jenë goxha të larta në fakt. Po. Cilat janë grupet moshash të cilat prekin më shumë? Në fakt edhe në Spitalin Ushtarak ku ju punoni shpeshherë hasni edhe urgjencat momentit shpesh apo jo. Urgjenca. Dhe besoj se e keni më të freskët situatat si u ndodhin. Në fakt, goditja nga dielli është një sëmundje që kalon në përgjithësi e heshtur, në kuptimin që nuk arrin këta që të vinë në spital për arsye të thjeshtë. Kalojnë me një gjendje të fikti? Po, e kalojnë me një gjendje të fikti, pinë i gotë ujë atje, u japin, i freskojnë edhe pastaj ata kalojnë, bëhen mirë edhe kështu që rastet që të vinë në spital
janë... Duhet të kaloj fazët më të rëndë të sëmundje. Pastaj këto janë edhe një qikë raste që vinë, po në njëherë edhe nuk kuptohen me njëherë. Nëse ka ardhur, në fakt, shkaku është dielli. Në rastin që një individ që mund të ketë doktor një goditje nga dielli, nëse nuk vjen dhe të ketë një vizitë te mjeku, pra të marrë një lloj kurimi tek mjeku. E para është e nevojshme që të kurohet kjo gjë, që t'i bëjmë një paraprit dhe kur në rastet kur ndodh, cili është shërbimi mjekësor që duhet bërë? Në rastet kur ndodh, njerë kryesori është ajo çfarë duhet bëhet në rastin kur ndodh. Duhet futet në një vend të freskët. Të jetë me hi, edhe të marrë lëngje sa më shumë në atë moment. Sa më tepër lëngje. Në rast të parë njerë duhet kuptohet çka ka ndodhur. Duhet të shkojë mendja. Dhe për këtë duhet që dhe popullat e tjetë e përgatitur, ta njohi si problem. Sa e njohin sot? Pa merë mendje se e njohin mirë, por prandaj janë dhe këto emisionet që t'jenë prezente. Kjo është një smundje që nuk ndodh rrallë, ndodh shpesh. Por nuk kuptohet. Është kronike, doktor? Jo, nuk është kronike, është abuzim. Është abuzim, është abuzim me qëndërimin hamës së s'ka gjë, s'ka problem. A të mbaroj dhe këtë punë, temperatura në vetë vetën në trup fillon e rritet gradualisht, rritur. Ti se kupton vetëm pastaj kur pësën dramën. Natyrisht edhe janë ato simptoma dhe shenja që ju i thatë në fakt. Edhe ndodhesh përballë, të bie drama, njerëzit kalimtarët nuk marrin vesh çka ka ndodhur, edhe si dihet se si kështu që prandaj edhe këto emisionet kanë të vlerë që të kuptojnë njerëzit që mund të ndodhin shpeshherë. Në shumë raste goditja nga dielli është përgjegjëse për shumë të fikë që ndodhin në rrugë. Prandaj profesionistët sugjerojnë shpeshherë të paktën në oraret e pikut quhet, të mund të neglizhohet plotësisht qarkullimi në efektin e rrezeve të diellit apo jo. Patjetër. Edhe kjo nuk është se ndodh vetëm të moshuarve, duhet të këmbulin atë që kjo ndodh dhe të rinjve. Po, e vërtet. Sepse në fundit metabolizmi është dëmtohet edhe të rinj. Qoftë se abuzohet. Kështu që të gjithë janë të rrezikuar përballë kësaj sëmundje. Mos pretendohet që vetëm moshat e rritura. Për të kaluar pak sa edhe tek problemet kardiologjike, besoj se individët, njerëz të cilët kanë probleme me zemrën, besoj se duhet të kenë një kujdes edhe më të veçantë për të kaluar tashmë tek disa këshilla specifike, të cilat çdo i sëmurë probleme kardiologjike duhet i ketë parasysh. Për shembull, një këshill që duhet t'japun në stilin e nxehtë është që sidomos të smurët që vuajnë me tension ose që përdorin diuretik. Diuretik është ilaç që populli thotë shkarkuese. Duhet konsultojnë me mjekun, sepse ato kanë efektin që të shkarkojnë, por duke qenë se ka djersiti të madhe, mundet që tjetë një qik i tepruar, prandaj duhet të konsultohet me mjeku se ndofta mund tjetë nevojshme të ullet pak doza në të tillë. Dhe kjo vlen vetëm për situatën e temperaturave të larta. Në qartë. Ashtu. Pra vetëm gjatë verës, vlen që të ketë në këtë konsultën e afërt. Ndërsa sëmundjet e tjera kuptohet sidomos këto ateroskleroza e gjitha gjërat këto ku në temperaturat larta kuptohet trupi përballet me probleme gjithmonë më të vështira dhe në tilla raste krijojnë probleme me mirë funksionimin e zemrës. Kuptohet, një smull që vuajnë me zemër është i predispozuar që në temperaturë të lartë të ketë probleme nëse ai nuk i merr masat. Por themi që mund të ketë një i ri, një individ i thjeshtë, jo më një individ i cili ka probleme apo jo të vazhdueshme. Sepse edhe dëgjohet në fakt nga njerëzit të cilët vuajnë nga sëmundja e zemrës apo nga tensioni që nuk e durojmë dot vapën dhe menjëherë kanë një lloj efekti sikurse edhe ju e thatë, një marrje mendsh, një humbje të ekuilibrit, edhe një tharje të gojës e të tjera. Ndodhin këto probleme besoj doktora. Njerëzit që vuajnë me diabet, njerëzit që janë më të shëndosh, kanë probleme sepse shtresa dhjemore është një izolus. Dhe ca temperatura e lartë, ca dhe shtresa dhjemore, që është një si izolus për të nxjerrë temperaturën,
që krijohet nga brenda trupit, krijojnë probleme. Natyrisht. Kështu që ne që Duhet jemi pak. pak si të shëndosh, duhet kemi Pak më tepër kujdes. kujdes. Kështu që kujdesi duhet jetë maksimal. Ndoshta edhe një këshill vjen edhe për prindrit e rinj që në një farë mënyrë shpeshherë sot dëgjojnë mendime të dyzuara që edhe duhet i nxjerrni fëmijët sepse i bëjnë mirë nëpërmjet rrezeve të diellit, marrin atë vitaminën D, të lëkurës e të tjera, por edhe të tjerë të cilët thonë mos i nxjerrni fëmijët nga shtëpia, i mbani aty sepse mikrobet, viruset janë më prezente në stinën e verës. Juve si do t'i këshilloni? Tani, këshillë më të mirë këtë e jep një pediatër, sigurisht edhe unë mund t'jap Nga mendimin eksperienca tim. le të flasim Për moshat që janë të njoma, të posalindur kështu, nuk bëhet fjalë që të përfitojmë nga rrezet e diellit, e kupton. Ndërsa dhe ajo ka një orar të caktuar, kupton, të rinjt. Ora më e mirë është maksimumi ora 11, nga mëngjesi deri në orën 11. Pastaj rritet raporti i rrezeve të tjera, ultraviolet në raport me rrezet e tjera. Jo të Kështu që duhet shmangur kjo orar. Edhe kjo vlen kuptohet edhe për fëmijët, jetë janë natyrisht që ka një predispozit më të madhe nëse nxjerrin prashtu, sikurse tham edhe në orën 11. Në fakt një këshill e fundit për të gjithë ne në fakt. Tashmë në stinën e nxehtë të verës kemi mbritur kështu në fund të diskutimit. Këshilla kryesore më e rëndësishme është mos e nënvlerësoni rrezën e diellit. Aq sa e mira është, aq dramatike bëhet, aq e keqe bëhet kur abuzohet. Si çdo gjë. Si çdo gjë që teprohet, kthehet në abuzim. Aq më tepër që edhe në ndjeshmërinë tonë, në fakt rrezet e diellit tani gjatë verës janë të padurueshme, imagjino. Nëse ne sforcojmë veten, i durojmë, do të kemi edhe pasoja shëndetësore, të cilat shoqërohen me simptome me gjendje të fikut, me djersë të ftohta, natyrisht me humbje të ndjenjave për disa çaste. Doktor, faleminderit shumë që ishe sot me ne. Faleminderit dhe juve Natyrisht që më dha kanë qenë rastin. të vlefshme të gjitha këto këshilla. Ishte kënaqësi dhe punë të mbarë. Faleminderit. Në fakt na vjen mirë që tashmë që zyrtarisht jemi në muajin korrik, jemi në ditët e ndikuara në temperaturat e larta, automatikisht ne do të mund të shkojmë tani në muzikë. Albatrit Muqishi do të vi në këto minuta të radhës.